Ajo që i mungon këtij dokumenti është edhe një qendër e re që do të më hapë, që do të më trajtu si qendër e veçante, që është ajo e përfaqësuesve pra e votimit në formën e modalitetit që do të më parapo për qytetarët tonë tash që mbahen padrejtisht në Hagë. Dhe ato modalitete të ngjashme të përdoren edhe kur them në Hagë, jem të fol për gjykatën në fjalë. Andaj mendoj që edhe propozimi është që të futet edhe kjo pikë, si pikë e votimit, si vend votim, sepse aty janë gjithashtu personat në fjalë që i dim cilët janë, edhe me sa ju veç keni vu komunikim me autoritetet atje, edhe që mos kemi nevojë pastaj të rikthehemi prapë për ta diskutuar këtë çështje, ta zgjidhim bashkë me këto qendra, pra modalitetin e dytë. Konsiderohet që nuk ka nevojë për hapje të votimit, sepse hinë në kategorinë e votimit të personave me nevoja të veçanta. Kështu janë komunikimet zyrtare që kanë qenë, kryetari mund të na sqarojë më mirë këtë pjesë që na i kanë dhënë edhe gjatë muajit shkurt për zgjedhjet e shkullit. Nuk është e rregulluar, nuk është mirë me gënjy publikisht, veç pak. Jo, nuk ka të bëjë me rregullim. Po shpif publikisht, në rregulla zgjedhore, asnjë nuk potencohet. Duro zotni veç pak. Duro për potencioni institucionet. Qëllimshëm ka institucionet. Je qëllimshëm ka është rregulluar. Vetëm çoshës dërgojnë komisioner kaq. Ktu mbaron. Nuk dërgojnë komisioner. Ktu sepse nuk po na lën gjykata. Nuk po na lën me dërgu komisioner. Kjo është e qartë. Diplomatike. Gjykata speciale nuk është të lejuar me dërgu komisioner partive. Na e kem kërkuar të Republikës së Lidhur me votimin jashtë vendit, ju njoftojmë që KQZ me datën 12 dhjetor 2025 ka pranuar këtë votimin nga operatori ekonomik dhe në të njëjtën datë ka filluar vendosja e tyre në zarfa dërgues. Ky proces ka përfunduar me datën 13 dhjetor 2025. Dhe të gjitha zarfet që përpunuar janë dërguar në hapësirën qendrore të operatorit ekonomik të në përgjithësinë e policisë të Kosovës. Me datën 14 dhjetor 2025, 57.829 pakome të votimi janë nisur ka qendra e Hellit për në aeroportin e Shkupit, ku janë përgatitur pakot me qëllim të nisjes së tyre tutje. Me datën 15 dhjetor 2025, këto pako janë dërguar në Leipzig në Gjermani dhe në datën 16 dhjetor 2025 ka filluar shpërndarja e tyre. Sipas raportit të pranuar nga DHL, i pranuar dje në datën 17 dhjetor në orën 23, rezulton se nga 57.329 dërgesa total, 50.611 dërgesa janë ndërzuar me sukses tek votuesit, që shprehu në përqindje përbën 88% të dërgesave të cilat votuesit i kanë pranuar. 90% e dërgesave janë ndërzuar tek votuesit në Evropë, ndërsa 51% tek votuesit jashtë Evropës. Sot ju njoftojmë që ka filluar përgatitja për përgatitjen e materialeve me qëllim të votimit të përfaqësi diplomatike të krijuara si qendrat votimit. Këto materiale do të nisen sot përmes DHL-it në përfaqësi diplomatike të cilat KQZ-ja i ka krijuar si qendrat votimit. Shqetësimi im ka të bëjë me mungesën e informimit, edhe të vonë, po edhe tërësisht pamjaftueshëm për sa i përket procesit votimit përmes postës. Institucioni ynë deri me tani kur po flasim, i ka vetëm 2 njoftime që janë njoftime me shablone pa video. Jemi shumë keq për radhazi që sa ku në sferën e informimit kryetar dhe mendoj që ka ardhur koha që do të definitivisht me ndërmarrë veprime në këtë drejtim. Mu mbrëngos shumë kështu një farë neglizhence që është edhe pa një reflektim. Qaqë sa një kolegi ynë e dim që edhe tërheq për i Këshillit për informim, edhe nështë edhe në shenjë themi edhe proteste, jam pothuajse në këtë pjesë i gatshëm me u tërheq, edhe bile po e deklaroj, tërheqjen timin nga Këshilli për informim. Unë nuk marrë më pjesë në këtë këshill, derisa sekretariati dhe ne si institucion ndërmarrim veprime
cilat sigurojnë që në momentin kur fillon një proces, produktet e informimit janë të gatshme.